Një letër drejtuar një mbreti, zakonisht përfundon në heshqe, për nisin e Ashënvail, ajo përfundoi me një lufte, e blokuar në një shpelle me brindjet e tjera, e fshehur nga ujkerit, e urdhëruar të përfundonte atë që kishte filluar zoteria i tyre. Ajo u përpokti dërgonte fjalë mbretit Alfa për ndihme, duarte saj po dridheshin shumë fort. Ajo e lidi mesazhin me një korp të plagosur që dikur e kishte shëruar, duke vënë bast me një mrekulli. Ky mesazh nuk arriti vetëm te mbreti, ai arriti vetë Kale Ragnar, një sundimtar që nuk kishte treguar mëshirë për 15 vjet. Një burrë që ndëmbante zi për motren e tajt evrare. Çfarë ndodh kur një Omega Q po vdes zgjon aksidentalisht një hakmarrje të fjetur. Përgjigja është brutale, zemërtjes dhe transformuese. Kjo është historia e ai Matthew Brinjet, përshëndetje mik. Para se të udhëtojmë me tele në historinë e nis, juftoj të regjistroheni dhe të ndani në komente nga ku po dëgjoni. Prania juaj që tu ka rendesi. Tani, le të vazhdojmë. Tingulli një brinje njerëzore që kërset është i dalueshëm. Nuk është një çargje e pastër si një dege e tate. Është një krisme e lagesht dhe imbitur që vibron në për bust. Nisa e dëgjoj atë tingull para se të njën të dimgjen. Pastaj, aq ridoli nga mushkerit e saq me një vrull të dunshëm. I zëvendësuar nga një agoni e bardhe dhe naksete që rezultonte nga ana e saj e majte. Ajo u shkermok në dishemene e pillit, duke marrë pamgjegulquese që notonin me njollet e zeza. Shiko çfarë me detyrove te baj, ta generali tërën me zete këte. Kjo ishte pjesa me i keke, ai nuk berti ti dhe as nuk u leri ti. Ai ishte një generali dekoruar i ushtrisë së mbretit Alfa, një burre që dinte saktësisht si të shkaktonte dimgje pa lene shëngja. Zakonisht sonte, ai kishte hambur kontrollin. Nisa i shtrengoi krahun, i pafte të fliste. Çdo fryme marrjen dihej si kopa kelki. Ajo ngriti kokën mes lotesh. Ai këndroi duke reguluar armaturën e tij, duke shikuar poshte me një zgëngjim të lehtë. Kam këne i duruar me ty, Omega i vogel, ta terën duke u perkulur. Tatuazhet e tij të ujkërve vale viteshin në per parakrahet e tij, një tufe gjueti në formacion, bogje e zeze kunder lekurese në iksire. Shume e duruar, a e dini sa do të luteshin per vëmendjen e nje generali, të guksoni të me refuzoni, vetëm ai se shpetoj, a gjo shigjoj bakrin, kjo është a gjo që ndodh kur Omegat harroj në vendin e tyre. A e fishkellu for, nga higjet, dolen 3 ujker gjigante, me si ke shkelkenin si kelibar, bisha luftet e rritura per vrasje. Sigurohuni që a gjo të mos kthehet në fshat. Ujkerit sulmojne, vajzat budalla ke endën natën. Ai u largua, ujkerit filluan të rrethonin. Nisa ende rinte duke u bere sikur ishte e vrekur ndërsa ujkerit nu hasni peret saj, që do frime marje i dërgonte dimbje në gjoks. Ajo e dinte se çfarë nuk shkonte, ajo ishte një naksenese shëruese. Të pakten 3 brinje të tjera, ndoshta gjoks i rahur, ndoshta mushkeri e shpuar, e gjona në rastin me temire. Një ujk ju afrua, koke e madhe ulur, mes loteve nisa e njohu, ujkuke ajo trajtoj muaj me pare per një gjem të infektuar. Ajo kishte kaluar ore duke e nikshjerre ate, ndërsa theren shikonte i magjepsur, ujku u ul i hutuar. Ai ia preku shpatulen, pastaj u renkoj të qireve, një paralajmerim, ata u terhoke në hije, duke shikuar por jo duke përparuar me. Kjo meshire nuk du të zgjaste. Feshati ishte shumë e larg dhe ushtaret kontrollonin që do shteg, por kishte edhe një mundesit qeter. Sistemi i shpellave ku gjishja isla e kishte quar kur ishte femigja, nëse du të mund të arrinte, ai du të filonte të zvarite. Që do levizje ishte torture, gishtat germonin në toke, duke i zvarritur trupin pak nga pak, gjaku i përshkonte fustanin. Shikimi u mbyll në tunel, ajo numeronte frime marjet për të këndruar e vetedishme, hirja e shpeles, u shfak pas një përjetesje. Nisa u shemb pastaj u tërhokne e resire. Shpella ishte e vogel, por e tate, me duar ke i drideshin, ajo ndezi shkendija në mishkun e tare.
Një flake e vogël u ndez, duke hedhur dritën për muret prej guri. Atëherë ajo pa korbin. Ai ishte ullur në një shkemb, duke e pare me si taj zinj inteligente. Një fjongo e hole blu ishte e lidur rreth një skembe. E njajta fjongo që kishte përdorur trezhave me pare kur ki zog ishte përplasur nga dritargja e viles me një krah tjetër. E gjoja kishte vendosur kotken. I kishte dhejnë ushkim me kopa mishi, e kishte lene të shero hejnen gje kafaz prej sungti. Kur u rikuperuam gjaftu e shem për të fluturuar, ajo e lidi fjongon për të nje kur nesëm bigjeton të ne natyre. Një korb lashmetar mbretëror. Ata u rritën në kryekitet, u stervite për të këtir të zotërin shte e tire. Ki duhet të jetë plagosur ndër sambante mesazhe larg shtepise, këdo të tote se ki korbi din të rrugën për të mbreti Alfa. Ideja e pamundur u formua përmes dhimbjes dhe deliriumit të saj. Kjo ishte çmenduri. Një rezit e zakonshëm nuk i shkruanin mbretit. Omegas veçanerisht nuk guksonte, por ajo po vdiste gjithsesi. Çfarë kishte për të humbur? Zani, han gjeti një kopelevore pranë zjarrit. Duke përdorur një shkop të gjegursimit shkrimi, ajo filloi të shkruajë fjale. Shkrimi i saj ishte mezi i leksueshëm, shkronjat lekundeshin dhe të papërpunuara, por ajo e detyroi vetën të shkruan të karte. Generali teren me tiu brinjet sepse e refuzova. Nëse kjo te arrinti, mbret Alfa, unë e jam tashme i vdekur. Por ai nuk duhet të e që i lire. Ai ka tatuazhe u gjkish në krahe, një tufe në formacion gjuetje. Të e lutem bajë të përgjigjet për këte, nisa e një shenveale. Ajo i shikoj fjalet për një moment të gjate, ato dukeshin absurde të shkruara keshtu. Çfarë po bente ajo? Mbretit Alfa nuk, du t'i intereson të vuajtja e një omegi. Mbretërit nuk ndërhinin në ankesat e njerëzve të thjeshte, veçanërisht jo të grave si ajo. Ajo ishte një generale dekoruar. Ajo nuk ishte askush. Por çfarë që tërë kishte ajo? Kjo letër ishte zeri i saj vetem, mënyra i saj e vetme për të të nëse kishte rëndësi. Se ajo ke të reni kishte bere kishte rëndësi. Se ajo refuzonte të zhdukej ne heshqene e resire. Me gishta ke me zi funksiononin. Nisa ja lidi levoren e drurit në kemben, e korbit duke përdorur shiritin blu. Zogu nuk rezistoj, si kur ta kupton të rendesine e madhe të ketij mesazi. Ajo e qoj ate në hirgje të e shpelles dhe ingriti drejt kjelit të nates. Fluturo, peshperiti ajo. Fluturo shpesht të lutem. Korbi unis, duke rahur krahet fort, duke u zhdukur në erresiren për të i pemeve. Nisa u shempas murit të shpelles, zjarri i vogel hit të hije valezuese mbi gure të ashper. Ajo nuk priste ke letra të arrinte të dikush, ajo nuk priste të zgjohej. Kjo ishte thjesht mënyra e saq për të refuzuar të heshte. Për të siguruar që diku e dinte se ajo kishte ekzistuar, se ajo kishte të ne gjo, se mizoria kishte një dëshmitar, edhe nëse ai dëshmitar po vdiste e vetme në një shpele. Ajo i mbylli syta, duke nxjerrë të ftohtin kë, i deperton të ne koka. Koha humbi çdo kuptim. A ishin minuta, ore, ajo humbi e humbi vetë digjen. Çdo frime margjeme e mundimshme se e fundit, çdo ragje zemreme e dobet se zhurma i kraheve. Si tenis u hape me shpejtësi. Korbi ishte kthyer, duke u ulur pranë saj me diçka të shtrenguar në skep, ja leshoj objektin të kembet. Nje kope druri e gdendur fëllad, shkronjat e prera të lede sakte me ate ke duhet të kete kene një të shume imprete. Një fjale prit, doma e ke shilit të luftes ranë heshqe kur, më mbreti Alfa kale Ragnar ngriti dore. Hartat e shperndarane për trizën e lisit tregonin territore kufitare ku grupe hashdutesh kishin vene në prove mbrojtjen e tyre. Bimba e generale këndronin ne gati shmeri, fytyrat e tyre të ndrisuara nga drita e pishtarit këndizej. Ata e kishin frikë, duhet ta kishin, komandant Brand, ta kale, zeri i tij sigur ke bluhet kunder qelikut. Rekomandimi gjuaj per kafen verjore, Brand doli per para. Një veteran i tingjur me plagete fituara në 3 luftera. I fortifikuar paradimrit, madheria juaj. Stacioni i 2 kompanive, dyert e domes u hapen me vrull. Një i ri me roben e falcongjereve hyri pa frimede izbete.
Dora I sëdog generali lëvizi drejt armese e tyre. Askush nuk ndërpreu Keshillin I lufte se mbretit Alfa. Kurre, madherja juaj une, falconeri ranë një gju. Me falni, por një nga korbat tuaj personale eshte këtir. Syte I artete kale ungushtuan. Korbat e mishane të gjite të gjetur gjallosh, ki u shduk treshave me parej. Zoteri, I supozuam të evdekur, por sa po u ulne muze me falconerin, că izgati një kope levore druri, me figjet I paperpunuara ende të lidhura. Një mesaj. Generalet shkembjen veshtrim, dhe rezit e zakonshëm nuk I dërguan mesazhe mbretit. Sigurisht ju në levoren e pemes, kale e mori levoren, duke e larguar falconerin me një gjest. Do më mbajti frymen dersa a I leksonte, shprehja e tij ndryshoj, gjë muskullne në full ju shtrengua, në gjet e gishtave ju zbardhen pereth skajeve të ashpra. Keshili u shpernda, tha kale me zete ju let. Madherja juaj, nuk kemi mbaruar ende, filloi generali Brandt. Jau, fjala ju plasi një kamzhik. Generalet dolen në rresht, me konfusion dhe shketesim të shkruar në fytyrate tyre. Vetem kur I fundit u zhduk, kale e leksoj perseri mesazhin me ngadale kete heri. Generali theren me theu bringjet sepse I refuzova. Nëse kjo ju arrin, mbret Alfa, unë jam tashme I vdekur, por ai nuk duhet ta se I lire. Ai ka tatuazhe uçkish në krahe, një tufe në formacion gjuetje, gju lutem, bejgenita per gjigjet per kete, nisa e Ashenvale. Fjalet tatuazhe uçkish dhe tufe në formacion gjuetje ja dogjen shikimin. Dora I kale dridej, gjonga do besia, por nga nje e terbima kitele sa kerseno I ta perpinte. 5 vjet me pare, motra e tij Elena kishte vdekur në rrethana çuditërisht teng gjashme. I rahur me bringjet e tjera I lenën e pil. A gjo kishte këne 19 vjeç, I shkelkier, I shelshme me endra per te reformuarte gjatet omega nete gjite mbretërine. Para vdekjes se saj, a gjo I kishte ardhur I frikesuar, duke folur per një ushtërke indikte, I cili mbante tatuazhe dalluese ushku. Nje tufe gjuetje, kishte tene a gjo duke I shtrenguar krahun kalet, të gjite duke vrapuar se bashku në formacion. Ndoshta nuk eshte asgje, por ai me shikon, vela. Me ben të ndihem kek. Kale I kishte shperfilur shketesimet e saj. Ushtaret kishin tatuazhe. Burrat shikonin grëterëgja e të bukura. Ai kishte këne arrogant, I sigurt në pushtetin e tij, I sigurt se asgje nuk mund të prekte familjen e tij brenda territorit mbretëror. Tregdite me fone. Elena u getne pilgjate një gjetje në mengjes. Sherbetoria I saj, një grua me emrin Lra, shtrihaj e vdekur pranë saj. Plaget mbrojtësi suggeronin se ajo u perpokte mbronte princeshin. Elena I kishte mbigjetuar sulmit filistar, por vdik nga plaget e saj para se të vinte ndihma. Në balten pranë trupit të saj, ajo kishte gervishtur një fjale, uzker. Keshiltaret e tij kishin kapur vresesin brenda një xhave. Një ushtari turperuar me tatuazhe uçkërsh. Ekzekutimi ndodhi shpejt, shumë shpejt. Kale ishte mbitur në pikelim, mezi funksional dhe Keshili I tij kishte trajtuar gjithçka. Ai nuk e kishte pare kurre trupin, nuk e kishte verifikuar kurre identitetin e burrit, nuk e kishte vene kurre në dishim pse frika, e Elenes ishte shperfilur kaklete. Madherja juaj, njeze indërprej mendimet, me rakendron të në dere, shëruesja e tij personale, e lashtade e mensura, e si la kishte shërbjer tre, brezat e tere te familjes së tij. Ajo kishte këne, shokgja e besueshme e Elenes, I kishte fashuar gervishtjet, e famigjerise sekales, e kishte mbashtur kur ai kante mbi kufomen e motre se tij. Leksoje kete, tha kale, duke I dene levoren, duarte lagura të myres drideshin dersa leksonte, kur ngriti koken, lotet ingjiten fytyren e rudhur. Keto me tregoj edhe Elena Perto, e një kete vajze nisen, nese eshte ende gjalle, mund të mos jete. Kale u zvendos në tavolinën e taj duke në ksjerete dhe në ushtareke. Tirni kapiten Draven dhe I tuajni teme shjellek gjithshka ko e kemi për generalin tërn. Të denate shërbimit, lavderimet, detajët I rekrutimit, gjithshka, mera u largua me shpejtësi.
Kale e këtë sinje u gjek I mbyllur në kafaz, menja e tij vraponte neper pandëzë vjet supozime te pashkirtuara. Po sikur ushtëri I ekzekutuar tek ishte kene I pafajshem, po sikur vrasesi I vërtete të ishte liruar, ti ishte bashkuar ushtrisese tij, tek ishte vazhduar tek gjuante Omega në mbrojtjen e tij. Kapiten Draven mberiti brenda pak minutash, me armet e mbushura me regjistrate lidhur me lekure. Te dhenat e General Terren, Madheria Gjuaj, Kalej Grisiato, I lindur në territoret lindor, ju bashkua ushtrise mbretërore 14 vjet me pare, një vit pas vdekjes së Elenes. Ngritje e shpeshtë në detyrë për shkak të shkelkimit taktik të rekomandimeve të forta. Ato rekomandime u nënshkruan nga 3 këshilltare të lartë, të ngjeshtet burra që kishin mbi kirur hetimin e vrasjes së Elenes, ku shërbiu para se të bashkoheshmene, Pieti Kale. Draven hezitoi, të dhenat gjanete I pakta, thote se ai u dalua në perleshjet kufitare, por që nuk ka beteja specifike të listuara, nuk ka komandante të me parshem të emeruar, nuk ka verifikim, zeri I Kale rane diçka të rrezikshme, të përshtatshme, e rëmbënje tike nga tavolina e tij në nje blok druri, me godicet e sakta të zemeruara, e gdendinje fjalet e vetme. Prit, nje premtim dhe nje urder, gati korbi me I shpejte, urderoj Kale, dhe masil një varin, vari ishte me I madi I tufes se tij personalet e ujkerve. Izi si mesnata shume besnik dhe mjaft inteligent per te në gjekur komanda komplekse. Kur bisha masive hiri me vrap në dome, Kale u gjun gjezua në nivelin e saj. Në gje vajze po vdes në gje shpelle pranë gje shenvale, tha ai, duke mbajtur shikimin e artet e ujkut. Gje gjeni, më mbro gjeni, gjua gjeni nese duhet, më mbajë gjalle derisa të arri une. Ai e lidi drurin e gdendur në zhaken e varit se bashku me korbin. Shko, varu hot nga doma si nje hije me kelim të kaktuar. Kale u këtje nga Draven, bamblid një rojën tem personali, tris nga me te mire tani, në kalerojme per një shenvil në agim, Madheria Gjuaj, per anke sen I nje Omega kunder një generali të dekoruar. Jo nuk ka të baje me një Omega, si te I Kale shkelkenin ri, ujku I ta ngrihej afer si për fakis. Kjo ka të baje me drejtësin e kjo duhet ta kisha kërkuar 15 vjet me pare. Dhe kapitën mos I përfshini generalit më tok, vanso se Sullivan në mobilizm, dua vetëm luftetare për besnikerine e te qileve Jami Sigurt. Pasi Draven u largua, Kale eci në për kamp drejt një korrie të vogel për kujtimore. Guri I Elenes kandronte nën një list të lashta, emri I saj I gdendur me saktësi dashurie. E u gjungjezua para tij, duke shtipur ballin në mermerin e ftohte. Te zgjengjeva moter pesh peritiaj, nuk dagjova, nuk verifikova. Ai lashe ata ta trajstonin sepse po mbitesha ne pikelim. Dhe tani zbuloj se përbindeshi mund të gjetejan dhe gjalle. E ka shërbyer në ushtrinë time në komandantime, duke lënduar, sa e dine zotat, sa te tjere, ndërsa unë me betaj verber. Dora e tij gjurmoj emrin e saj, por ka një vajze në një shpele kë pati guksimin të me shkruante. E gjon doshta jeshte tashme e vdekur, por nese nuk eshte nese po mbahet, betohem në lingjan tonet a gjakut se do të ndre kete, teren do të përgjigjet per ate ke I ka bere asaj dhe kushtu që ter ke ka shkaterruar, ka li kendroje në kembe, me në fulen e ngritur me kalim të zimta, po vaj fen dhe do të vras per krimet e tua, të digja heret, nisu zgjua nga diçka e ngrohte e shtipur në brinjen e saj, dim gjauleriti ne per brinjen dërsa u zgjua me në kësitim pasta gjngriu. Ujkuizi masiv nga shikimi I saj, apo kishte këne I vërtete, këndron të imbeshqele pranë saj, duke ndaren sehtesine e trupit të tij. Druri I gdendur këndron të midis saj dhe zjarit këpo shuhej. Prit, dikush po vinte, por kush e kishte derguar kete. Dhe pse mbretit Alfado ti interesonte një Omega ke nuk I kishte takuar kurre. Ujkun ngriti kokin, me si te arte ki I shikonin me një inteligense shkete suesi. Unë grit u shtrik dhe u afrua me hapate shpete drajt hirjes se shpelles, ku drita e zbete I agimit dhe pertoa, pak qaste me vone, uktje, duke zvarritur një lepur të ngordhur. Zonja e shikoj me vemengje.
u gjku e kishte gjuajtur, me duar ke I drideshin. Ajo arriti ta keronte lepurin duke përdorur një gur të mprete nga çanta e saj. Trajnimi I saj si sherue se kishte përfshire mgjekesin e në terren, si të mbigjetonte kur ndahej nga kyteterimi. Ajo e pjeki mishin në mbi zjarrin e rindezur, duke e detyruar veten te hante pavarësisht të përzierave. Trupi I saj kishte nevoje per karburant per të luftuar infeksionin. Vlerësimi mjekesor ishte I zymta, 3 brinjet të tjera pa dyshim. Mushkeria e saj e majte ishte dëmtuar. Çdo fryme margje dridhej me lageshti, e thete per shkonin dhe mavigjosjet I ishin per hapurne të gjite bustin në nuanka të dënshme të vgjolqes dhe të zezes. Gjogeti mishk kerritej prane hirjes së shpeles, miresja ke gjishqa I slav I kishte mesuar. I aplikuar siç duhet, monte parandalonte infeksionin. Nissa e mbeshtolli atë kunder mavijosheve të saj me te kekigja, duke përdorur shirita të grisur nga fandi I saj për të mbajtur në vend. Ajo krygjoj një kopeleshi nga levorgja I drurit dhe pelhura, duke I lidhur brinjetek forca mund të duronte. Dimgja ishte e vazhdueshme, nje krygjese e gjale me dhembe. Ditën e dite apo mos ishte etet e treta, filluan e ndrat, një grua kendronte në shpelle e veshur me robat e bukura sherbetore shpallati. Ajo kishte sita e nisit, strukturën e kokave të saj, këndro I forte, yll I vogel, peshperit I gruaja. Ai po vjen ashtu siç e digja se do të vinte. Kush, u perpok të pjesë të nisa, por goxha e saj nuk po thoshte fjale. Ai ke duhej të me kishte mbrojtur. Tani ai do të mbrogjeti. Gruaja buzekeshi me trishtim. Në fund të fundit, vdekja do të thoshte diçka. Nisa u zgjua duke marrë frime thelle, e pasigurt se çfarë ishte e vërtete. Ujku I zi e shikoi pacientin e saj sigur. Kushtimet e qera dolen në sipërfake permes e theve. 8 vjese e ullur në triezen e gishës I slav. Kjo është leksim, pjeti Nisa e vogel, duke shkruar shkronja në një tekst mjekesor. Po, femije, po me son atë ke pak omega e dine ndon gjehere, por pse, kjo nuk është puna omega. Fakqa e prangave të gerjera të isles, që me shume sesa tone se gje. Në në jote me beri të premtoj se do të mesoj gjithçka. Keto libra I perkasin dikujt, të renda si shem dikur, të njato të perkasin ti. Kush ishte nena ime, sita e isesu larguan. Dikush I guksim shem, dikush ke vdik duke mbrojtur dike edhe me të guksim shem. Kushtimi u zhvendos, 3 muaj me pare, generali ten më beriti në nje shenvil me urdhra rekrutimi. Sheshi I fshatit ishte plot me të rinj të itur per të sherbjer më bretit alfa. Nisa trajtojnë je ushtar ke kishte prere doren, gjate ushtrimeve stervitore. Duar të shkateta, verejtin jeze I telle. I butej, me pelken kjo nenje omega, ajo kishte ngritur kokende kishte gjetur generalin ten duke e vezguar punën e saj. Veshtrimi I tij I bente lekuren të dridhej, por ajo e hodhi poshte si nervozizem per shkak të autoritetit. Kushtisa u resua. Vizitat në vilen e shërwesit u bene rutine. Thesht po kontrolloja njerëzit emi, toshte ai, por site e ti e ndiknin një sen kudo, ai silte dhurata. Gezofe të shtrenjta, bizuteri argjendi. Nuk mund t'i pranoj keto, general kishte tene ajo, duke u përpjekur të ishte e shelshme. Vëmendjaje një generali eshte njende perdikesiu. Buzekesh gja e tij nuk I arriti në sy. Duhet të jesh mirenjohes, I ishte besuar isles, ai me frikeson. Kam pare burra si ai me pare, ta isla me zymtesi. Ata marrin çfarë të duan, ki kujdes. Femigje. Kujtimi I fundit. Nata e sulmit. Nisa duke mbledhur barera mbremjeje në pil. Pastaj u shfak midis pemeve. Drita e henes duke I rene tatuajeve të ujkut në krahet e tij. Kam kene I duruar me ty omega e vogel. Shume I duruar. Ai e kapi kyçin e dores, duke e tërhekur fort. Du të gjesh shoku im, e kam vendosur. Nisa u tërhok, zemra I rrihte fort. Nuk e dua kete. Nuk dua. Ta lutem me le rehat, fytyra e tij u transformua, çdo pretendim I mirësjelljes u zhduk. Askush nuk me refuzon. Askush. Nisa u zgjua me nëngzitim, kujtimi I dimshëm sa brinjet e saj.
Sa kohe kishte kene ketu, ajo gervishtin gje shëngje tjetër në murin e shpellës me kymyr. 3 dite ndoshta 4, ujku i zipaprit masu nëngrit një ulerime e ulet gjemonte në gjoks, nisa e degjoj, pastaj 0-6. Gjurma e gjakut shkon nga ketu, 3 diteshe, ajo eshte e vdekur tani. Generali dëshiron konfirmim, ai duhet ta digje se ajo eshte e vdekur para se te mberrije mbreti Alfa. Zëndi, hart belbezoi, mbreti Alfa po vinte. Letrae saj kishte funksionuar, ka një sistem shpellash përpara, 20 qeter tham, kontrollo brenda, ujku i ziu pozicionua në hyrje të shpelles, dembet uneksoren, buzekeshet ungriten, ushtëret u shfaken, 3 nga burrate teronit ineksoren armet, ata undalen papritur. Ky është një nga tufa personale e mbretit, largo huni tani, por generali urderoi, neze ujku i mbretit eshte ketu, ai e diperte, kjo ndryshon gjithçka, ushtaretu terhoken me nëksitim. Duhet i tregosh me menxehere general teren. Kur ata u larguan, nisa u rezua pas murit të shpelles, ata do të vinin tani. Ai e kishte kuptuar se mbreti Alfa e kishte marrë seriozisht se krimet e tij mund të zbuloheshin. Ai kishte ardhur per të heshtur per gjithmone para se te vinte dikush. Ajo ishte shume e dobet per te vrapuar, mezi mund të u lejsh drejt pa ishpuar agonia ne gjoks, por mund të linte prova. Me forkat e fundit, nisa perdori kymyr druri per të shkruar ne murin e shpelles. Vajzat ke u zhduken nga një burim shenvil mirë 3 muaj me pare, me mavi gjoshe ke per putheshin me mbigje. Selene veredi muaj me pare brinjet e tjerate, lena në lumin jara vgjeshte një muaj me pare u gjet, e vdekur pretenduar nga ujkerit të gjitha të refuzuara, generali për parimet të gjitha të dokumentuara. Në të denate mi am gjekesore, ne vilene shëruesit ai eshte grabitkaria e ka kene gjitmone grabitkari nisa, omega shëruesja e nje shenale ai i shikoj, emrat shtate duke numeruar vetën dhe 4. Të qëreja judishonte, por nuk mund të provonte, se sa të qërejnë të gjithhe. Sa kohe kishte gjuajtur, terën omega spa unë deshkuar, ujku i ziuktje në anen e saj, duke i shtipur ngrohtesine e ti. Nisa i fshihu gishtat në leshin e ti të trashe. Falemindrit, peshperitja gjo, kë e këndruat për gjueti, kë ishit këtu këtemos vdisgja vetem. Ushku ia le più dore njëhere, butesisht pavarësisht pamgjes se te të frikshme. Nisa mbili si te, duke humbur vete digjen, a gjo kishte bere gjithska ke mundi. Improvate Elena, mbajti sa me gjate këte ishte mundur. Nese a gjo vdiste tani, të pakten dikush do të dinte të vertetan. Fjala e gdendur ne te do të u lejgj pranesaj. Prit, a i po perpikej. Zot, a gjo po perpikej. 3 dite kalorisi të veshtire, i kishin shele ata në kufiqta e ashen vajl. Roja elitare kale e të ndoki pa u ankuar, me gjithesi e të luftetaret e tishme të forte tregonin lodgje. Ata ndalonin vetem kur kuasht kishin nevogje per pushim, duke fjetur me turna, ta shtire nga ritmi i pa me shirshem i mbretit të tyre. Mera hipi prane kaleit në afrimin e fundit, si te e saj të vjeter studionin fytyren e tigje. Nuk të kam pare keshtu ke kur vdike Elena. Kjo është për shkak të vdekje se Elenes, ta kaleme se te u let. Fens vjet me vone se, mendon se eshte vertet ai i njajti bure, tatuashet per pute saktesisht, metodat per puten. Dhe të dhenat e ti të shërbimit gjanet e pakarta para se të bashkoheshin me ushtrin e tim, në fulla e kale i të shtrengua. Ai eshte fshehur nën hundan tim, duke lenduar sa e dikush gjanet e qeret, në dersa unë mbeta e verber. Ti nuk mund të digje, duhet të kisha verifikuar, duhet të kisha kërkuar të shihgja trupin, në vend të kesaj, e lashe hidherimin të me konsumon të dhe u besoja të qereve per të vendosur drejtesi. Duarte ti shtrenguan rezidensen, kjo mbaron sot. Ndersa ata ngjiteshin në kodren e fundit, ngjëshenvil ushtri poshte tyri. Ngjef shati vogel malor me ndoshta trist të shpirtra, por diçka nuk shkonte, ushtaret patrullonin çdo rrugë.
Fshataret levizën shpejt me kokatullur duke shmangur vemendjen. Ai ishte I fortifikuar verejti kapiten Raven, te pakten 40 burra. Ai edi che povi me ta kale, che do te tote se edi che ajo me kontaktoj. Ata hyne në sheshin e fshatit në perendim të djelit, me pishtareken dizeshin ne e resiren che pomblidej. Ushtaret u vënere mendje here, por site e tyre tregonin frike. Generali teren këndronte ne kender, me shpinet e drajtedet e sigurt. I rretuar nga rrogja e tij personale. Madheria Gjuaj, tha teren, duke u perkulur me saktesit e persosur ushtarake. Çfarë nderi I papritur, çfarë gjushelnök e te post të larga, kële zbriti nga çizmet e tij duke goditur kaldremin me peshjet e kelimshme. Ai nuk tha asgjë, thjesht I shikoi me site që I kishin bere luftetaret me pervogjet e vraponin. Buxe kesh gja uzbe pak. Madheria Gjuaj, ju e dini saktesisht pse gjamketu, general. Sheshi I fshatit ishte mbushur me shikues kurioze. Kale pa një grua te moshuar që mbante kraun, e një gruagje me tere, teri duke shikuar me shpreset e dëshperuar në syte e tyre. Ku eshte Omega e kuajtur nisa, zeri I kaleu perhap në të gjithë e sheshin, shprehja e theren mbeti plotësisht I kontrolluar. Vajza e sheruesit, kam frike se ajo hiri në pil disa dite me pare. Kemi kërkuar por këto përgjegjane të rrezikshme. Uçker e kuptoni. Me shumë mundesi ajo, a ishte kjo para apo pasi I atjet prinjet. Sheshi shperthiu në pshiretima dhe peshperitje. Fshataret shkembjen shikimet e tronditura. Ushtaret u zhvendosen në siklet. Madheria Gjuaj, nuk e di çfarë gjengjeshtre katene kjo Omega, por ju siguroj, me tregoni krahet tuaj. Hesh gjarasin jesh pate, me vjen kek Madheria Gjuaj. Krahet tuaj, general, kaleu afrua, zeri I te cilitra ne diçka të rrezikshme. Mi tregoni tani, ka një ketesit të persosur ke utje, si ta e ti zhusullin drejt ushtareve të ti, duke logaritur shanset. Me në fund ngadale, ai filoi të ngrejëmenget. Tatuajet e tufes se ushkerve dolen, te bera me bojet e zeze, një formacion gjurtje prej pesi, ujker shkevra ponin se bashku. Pikerisht si që kishte përshkruar nisa. Pikerisht si që kishte përshkruar Elena 50 vjet me pare. I gjite trupi I kalli u ngurtesua. Ujkujtaj u ngrita ka fer sipërfakes, sa site e ti shkelkenin në të arte, dhe kente e ti u zgjatën pak. Ai mund të nuhaste gjengjeshtre në atë moment, frikën poshtë besimit të rreme. Kapeni, urdh heroj kale. Rogja e ti e litare u zvendos mengjëhere. Ushtaret, theren, neksoren, armet, duke formuar një rreth mbrojtes, rreth generalit të tyre. Bes bura kunder, trajde, por luftet arret, I kale ishin me të miret në mbreteri. Madheria Gjuaj po benin gje gabim të rende, të theren me zete kete pavaresisht se ishte I rëtuar. Bazuar në sfare, fantazine I një Omega, kam sherbjer me besnikeri per shorën vjet, kam luftuar në luftjerat kufitare, kam derdur gjak per kete mbreteri, a du t'i hidni verte të gjita keto per ndonjë vajze, fshatare këndoshta e shpiku kete histori per vemendje. Ai po gengjen, gruagja e moshuar shtu përmes turmes me floket e bardhe, e perkulur nga mosha, por zeri I saj tingjallon të karte, e pashe të ndikte nisën ne pil atenati, e deg gjova të bertist, gjishja isla të theren butisisht, gabohesh, ishte e resiri, e di çfare pashi, një grua që të erdoli per para me eri, duke u dridhur por e vendosur. Motra I meseline u zhduk di muaj me pare, tite se ajo iku, por ajo me taketje kishen gjekur. Ajo kishte frike prej teje. Vajza I me mera tërri një burre I moshuar. 3 muaj me pare, tite se ujkerit e morin. Me shume zera ungriten nga turma. Një vale pikellimi, dhe zemerimi të shtipur me në fund I da lajqe të fliste. Besimi I tëren filluj të plasaritej, syta e taj fluturonin midis fytyrave akuzuese. Tu të delesh në gjyk. Tha kale zeri I taj duke prere surmen.
Nëse nisa gjeton dhe dëshmon, do të përbalesh me akuzat e saj. Dhe nëse ajo është e vdekur, si ta e tij shkelkenin plotësisht si ne ujk I arte ke ka persënjeriun, do të ekzekutoj vetë për vrasjen e saj dhe për motrat e mia. Fytyra e terren u zbardh. Motra jote princesha Elena. Pandërsen vjet me pare, ajo me tregoj për një burrë me tatuazhe të tufes se ushkërveka e ndoki, I cili e beri të ndihej në gjekur. Kale përparoi, dhe magje dhe ushtaret besniket e terenu tërhoken nga tërbimi I mbretit Alfa. Ajo vdik me brinjë të thjera në njepil, ashtu si që përpoke të begjeti tisa. Vrasesi supozohej se u ekzekutua, por une kurre nuk e verifikova trupin. Këshilltaret e mie trashtuan atë. Dhe njëjtet këshilltare këte rekomanduan për shërbim një vit me vone. Nuk mund të provosh, thern u hod pa pritur, duke kapur gjyshen eslav dhe duke I vënë një tikë në fyt. Me ler të iki ose plakavdes, shesh I shpert heu në kaos. Luftetaret e kale u hodhen për para, për unë dalen ndërsa të hushtipi kafen e gerir të elav. Gje I rethuar tha kale. Nuk ka shpetim, du të provoj rezikun tim, tërhikni njerëzit tuaj ose ajo. Në gulerime përshkoj në ten e gjatet e pikëlweshme urgjente, çdo koke u kthye nga pyli, kale në gjohua te ulerime. Var, ajo është gjale, kale mori frime, ajo është gjale dhe është aqe. Kuptimi I shkrepetiu në fytyren I të ronë, me një levizje të rjedhshme, kale u zhvendos pjeserisht sa duhet për shpejtës I mbi natyrore. Ai e çarmatosi teren para se generali te mund të reagonte, duke e bere tiken të reshkiste ne për kaldrem. Të rone hodi mengjane atë te e savde vrapoj. Jo drejt ushtareve te e ti, por drejt pillit, drejt shpellave. Nëse do tevdes uni, a gjovdes e para, berti ti ai. Kale e ndoki pa hezitim, luftetëret e tigji vershuan pas ti. Por teren kishte një avantaj dhe I ngjihte keto pigje. Ngjekja u perplas përmes shkureve të dendura, drita e pishtarit kersiu e gersisht, midis pemeve. Diku përpara, nisa povdiste dhe burri kë vrau motren e tij po ngsitonte për te përfunduar ate ke kishte filluar. Kale vrapoj me shpejt. Nisa I dëgjoi ata duke ardhur shumë kohe. Para se të mberrinin, duke bertitur, duke vrapuar hapake për plaseshin përmes shkureve të dendura. Vare si drejt hirgjes se shpeles, I shketesuar, me nje ulerime të ulet ke gjemon të vazhdimisht në gjoksin e tëgj. Ai ishte shumej dobet për televizur, me zi imbante syta hapur. E thet ishin për kekesuar pavarësisht për pjekqeve të sajsh, dhe frime Marja ishte bere një për pjekqe e vetëdajshme. Qido titje I dritte me lageshtin e mushkerit e saj të demtuara. Në me ato ke mund të ishin momentet e saj të fundit, nisa mendoj për jeten ke kishte jetuar, e shkurter e dëmshme në fund, por jo e pakuptimte. Ajo kishte mesuar të leksonte kur omegat nuk duhej. Ajo kishte shëruar njerëz. Ajo kishte dokumentuar krimi kur do të kishte kene me e sigur të heshti. Ajo kishte shkruar një letër kë arrititin gjembret. Nena jote ishte e guksimshme, I kishte tene dikur gjishgja I slau, ajo vdik duke mbrojshtur dike të rende si shem, edhe tike të njajtin guksim. Jero nisa shikoi emrat kë kishte shkruar në murin e shpeles. Seline, 3 vajzake I ngjihte të cilat ishin zhdukur pasi kishin refuzuar propozimet e farenit. Ditari I sajmekesor I fshehur në vilen e izles përmbante gjithçka, modele lendimesh, afate kohorit të dishimta, deklarata dëshmitaresh të maskuara si sheni me trashtimi. Shtate omega gjate trins viteve nese logariste veten dhe ato ke disonte, por nuk mund t'i provonte. Ajo kishte ndërtuar një raste dhe pse askush nuk duhej t'i interesonte. Hapat u afruan, ulerima e varit u intensifikua. Pastaj shpertheu në si, me site eger dhe duke rjedhur gjak nga një prerje në fytyre. Ai pa ujkun e zi masiv dhe nuk hezitoj, në sori një tike dhe e hodi me një levizje të rjedhshme. Tehu e kapivarin në shpatull. Ujku berti ti, u terhok prapa, por kendroj midis hirgjes se shpeles dhe shpeles. Derone shkelmoj kafshen e plagosur, dhe u fut në shpele. Site e tij, gjeten me njëhere nisën.
Ajo u perpok të fliste per të bertitur, por vetem ai se doli. Omega budalake, ai kaloi hapesirene vogel me di hapade e kapi perfiti. Tjesh duhej ta shkruagje atë letër, a e di çfarë ke bere, a e di sa me ke kushtuar, shikimi I zonjës u erresuan e skaje, ajo ja shtrengoj doren me këtetra të dobeta, isha ka kafer, tëren pesh për I ti. Gjevit që tërde do të kisha pasur mbeshtet që të e mjaftueshme per të marefronin, por ti duhej të shkaterrogje gjithçka me lutjen tënde patetike per ndihme. Me forcat e fundit nisa fishkeloj, edi çfarë I bere Elenes. Dora ju lirua pak. Fitira e tij uzbe, çfarë dhe Elena, princesha, ti e vrave ate, diçka u tje në teren atëhere, ndoshta ishte duke e ditur se ai tashme kishte humbur, ndoshta ai thjesht donte që dikush të dinte sa I zgjuar kishte kene. Elena, princesha e çmuar me endërate saj perta e drejtat e Omegas dhe reformen ushtarake. Ajo e kuptoi se une po ushizja arme rebeleve, po merja një pjeset e dërgësave të furnizimeve, po nderto jarjetin tim. Shtrengimi I tajsh u shtrengua per seri. Ajo do t'ja tregonte vellaj të sa, nuk mund ta legjo gjaketi, kështu ke I ndokane pil, ja teva brinxhet, I lashe të vdiste nga dala. Buzekesha e tij ishte e tmerrshme, ka pendje ushtartera stesi shem me tatuazhe ushkude e ekzekutuan. Ndihmova në identifikimin e trupit ose asaj që tame se ishte trupi, kali ishte shume I pikeluar per ta verifikuar, ishte pothuajse shume I lehta, po të gjeret nisa u gulqua, të gjeret të rinkeshi me hidherim, gjashte Omega të vdekura gjate viteve. Shëtate duke të llogaritur të si une kë munda, sepse askush nuk u interesua aksa ta vintere, sepse Omega gjduken gjate gjithë kohes dhe askush nuk ben pjetje, ai e ngriti tiken e ti tamam sikur që gati të shdukesh. Nisa mbili si te, nje uleri me tronditi shpelen. Primordiale e terbuar, qenjerezore, tere nuk ti drejt hyrjes tamam kur diçka masive u perplasën bite. Ai fluturoi per te shpeles, duke goditur murin prej guri me një krisme të neveritshme, tika ushduk me zhurme. Atiku kishte kendruar teron, gje ujik me I matsesh do nisa ke kishte pare ndon gje here, mbushi hirgjen e shpeles, si te zin me leshke digzninar, muskuj ke valeviteshin nën lajkuren e plagosur, ki ishte një alfane kulmine tij, dhe ai ishte I terbuar. Ushku uzvendus ko katu plasen dhe u reformon me një efikasitet brutal. Brenda sekondash, një bure kendroj ati ku kishte kene bisha, I gjate, në forme letre beteje me te njajtat si te arte. Kale Ragnar, mbreti Alfa, u pozicionu amidis Nises dhe Therenit. Pra ishe ti, ta kale me një zevdekje prures. Gjite kohes ishe ti. Ungrit në kembe duke u lekundur, në dersa gjaku I rritte nga hunda. Keshi t'ingulli u trondit, më mbreti I madh Alfa, 15 vjet me vonesi. Kam kene pikerisht nën hunden tende gjate gjithë kesaj kohe, duke ngrene në triezën tende, duke u dahekur ushtrita e tua, duke fjetur në palatin tend. Duarte kale u shtrenguan në grushte. Ti vrave motren time. Une vrava, deren duke I per te interesit tani, de une kam vrare gjashte Omega kjate here. Siç munda, sepse askush nuk u interesua aksa ta vintere, sepse ti ishe shume I verber per te pare. Shtate, zeri I nis under prej dobet por I karte. Gjo gjashte, te di burra tuk tjen nga gjo. Ajo tregoj me gisht nga muri shpeles emrat e shkruar me kimir. Ishin shtate, perfshire dhe mua. Për une e mbizhetova, qëdu fjale I kushtoj asaj, për ajo I detiroj te dilnin, dhe une dokumentova gjithçka. Prova deklarata deshmitaresh, te dena mjekesore. Te gjitha gjane në ditarin tim në vile. Kale e shikoj, kjo Omega e tjerë me zipon gjitesh në gjete, e sila në një fare menyre kishte ndertuar një sheshqe kunder sulmu e sit të saj. Site e të gjëmbën ndiqka midis frikës dhe anktit. Ata e kuptuan atë here se ai me të verte të humbi. Refimi dëshmitaret, dokumentacioni, edhe nese I vrau tedi tani provat mbeten. Gjikim me betegje ta teren papritur, unë ne kërkoj të drejten time. Si general në gjik me beteje, nuk këte drejta vertikale, që tradtar de vrases, ligji eshte ligj, madheria juaj, buzekeshja e tyre ishte imprete.
ligj I lashte I shkruar para kohës së gjishit tuaj. Çdo anëtar I ushtrisë I akuzuar për krime kapitale mund të kërkojë gjykmë betejë. Apo drejtësia juaj funksionon vetëm kur është e përshtatshme. No fulla e kalës punonte, ai e dinte se kishte të drejtë. Ligjet e vjetra ishin absolute dhe ai ishte betuar t'i zbatonte ato. Mire, ju kem me betaje. Deri ne vdekje, luftetaret u derdhen në shpele. Armet e rojës e literite kaleste terhe kura rreth tyre erdhen pas tyre. Mera sheruesja e moshuar duke mbajtur një sante lekure me furnizime a gjongësitoj në anen e nisit duar të buta duke vleresuar demin, bagje femigen, me legjo të ndihmoj, kam nevojë të shoh, nisa me fiskeloj, kuptova se duhet të shohesh drejtësit e behet, a gjo filloj të punon të shpesht, duke lidhur brinjet, nisit me fort, duke I dheni asaj diçka për të pire, gje që do të gjubente të këndrueshim sa duhet për të pare. Gjashte, më beriten me shume njerëz. Fshatare, ushtare, gjishqa islau, të mbeshtetur nga grame të regja. Ata formon një procesion drejt një livadi. Pranë shpeles, një vendi lashte ku drejtësia ishte vënë në vend për breza, kejli u gjunjes u ashkurt pranë nises. Nga afer, a gjo pa humbje në 3 diteve të veshtira kej dukej në fytyre, por syte I ti mbanin diçka tjetër. Në bëjgje mi rekuptim, ndoshta lidhje familjare. Dy njerëz të ndryshuar për gjithmone nga mizoria e teronit. A mund të e qesh, pjeti a I butesisht. Miril me ndihmo. A I pohoj me koke, u ngrit të fytyra e ti u ngurtesua në maskën e nje mbreti. Le të mbaroj me këtej. Hapesira pranë shpeles kishte dëshmuar, sprova të panumerta nga luftimet gjatë shekujve, guret e lashte shenonin kufirin e rëtit të konsumuar nga koha dhe gjaku. Pishtaret undëzen ne, jete rret perimetrit ndersa nata të lohejgj, duke hedhur higje valezuesën bitoken ke kishte gjikuar, faqë të rret per breza, I gjite fshati ishte mbledur. Ushtaret kendronin në njëren ane, luftetaret I keqlit në anen qeter. Midis tajrë, njerëz të tjeshtë që kishin kaluar vitën e heshtje të frikshme tani shikonin me shpresë të dëshperuar. Mira e ndihmoj nisen të arrinte në skagjin e retit. Që do hapishte agoni, por nisa refuzoj të humbiste kete. A gjo kishte fituar të drejtën per të pare, drejtësi të vihej në vend. Duhet të dëshmëshketi me radha butesisht duke e vendosur nisen ambi një gur të lemuar. Duhet të shoheshte pergjigjet per ate këberi. Nisa pohoj me koke, duke shtrenguar brinjet me site fiksuar në kender të retit ku kendron të kale, mbreti alfa hoki kemishen, duke zbuluar nje buste mbuluar me plagebe tegje dhe tatuajet e nderlikuara, shenjat e gjakut mbretëror I spiraloheshin per gjate shpatulave dhe poshte kraheve, simbole force, leadership I drejtësi, që du plagje të regonte një histori betejesh të zviluara, armik të mundur, një mbretëri e të mbrojtur. Edhe atu zveshen dhe turma mbeti pa frime. Tatuajet e tejshte të fes se ujkërves pikastin kartën e lekuren e zbehte, tani ne dritën e pishtarit, të gjite mund të shihnin, ate ke nisa kishte përshkruar, ate ke Elena kishte frike, ate ke shtate Omega kishin pare para se te vdisnin. Gjishgja islau u ul pranë nises, dora e sa gerjer mbante doren e gruas me të re. Nena gjote kishte një plagje, peshperiti isla duke treguar shpatulen e saj. Pikerisht ketu, këkuru hod per para prinseshes Elena gjate sulmit te pare, ajo e shpetoj prinseshen një here. Dhe titi I develejt të saj dien per të shpetuar mbretërine I ti. Site e ense u embushen me lot, nëna e saj, sherbetoria e Elenes, gruaja e guksimshme nga endrat I saj të edshme. Kapiten draven hyri në kender, zeri I tej perhape në perhapesire. Ligji I lashte kerkon gjik me lufte, pa arme, vetëm forme ujku, luftu deri sa njeri të mos mund të vazhdoje, gjykimi I fituesit eshte perfundimtar. Ai u terhok, ra heshtje, kale de teren u perbalen me njeri tjetrin per të I retit,
pastaj nje kohesisht ata u zvendosen, transformimi ishte I dënshëm dhe I bukur, kockat u cane dhe u transformuan, lekura u va levit ndërsa gezofi shpertheu, muskujt u frine dhe u riformuan. Brenda sekondash, di ujker masive u perbale me njeri tjetrin. Kale ishte me I mad, I zisi mesnate me si te arte, alfa e pa diskutueshme. Portin ishte I dobete I shpajte, dëshperimi I da ati që shpajte si te eger, ata u retuan një here, di here. Pastaj sulmuan, a ishte me I shpajte nga sa pristekale. Stervitja ushtareke ishte e dukshme në goditjet e tishta logaritura. Këthetrat shtriheshin per gjate shpatule sekale, duke nexgjere gjakune pare, turma ungull. Kale u kunde pergjishme efikasitet brutal, me no fullat këmbylleshin në kemben e teren. Ujku me I vogel bertiti dhe ukti duke u larguar, duke lene kime dhe gjak në gogjen e kales. Ata undane, duke u rotuluar per seri, te di duke gjako sultani, te di te zemeruar. I fiketi majtas, pastaj u hodjatas, kale prititata konte atenemes te kercimit, ata u perplasen me forcen shtipeset e kokkave, një remugje kimesh dhe mbeshte terbimi. Gjurma ishte et mershme, renkime, duke ke putur lotet e lagur tamishit. Kur undani të di ushkerit qalen, shpatula e kales regjete gjak lirshem, kemba e tej me zimbante peshe. Fshataret shikonin në heshqe, duke dashmuar drejtesi të shkruar në gjak të terbim. Ata provuan gjë taktiket qeter, a I zbriti poshte, duke sinuar kembet e kales, duke u perpikur të etun ujkun me te mad. Kale kersiu por joak shpajt. Tetrat e ti e kapen në per bringje. Të njajtat bringje, kë I kishte tjernises. U lerima e dimgjes se kali e stingelon të potuaj se një rezore. Kali. Britma ishke puti nga fitinis spara se ajo te muntandalonte. Ishte hera e pare ke ajo e kishte te ne emrin e tij me zete larte. Diçka ndryshoj në kali. Kur dagjoj zerin e saj, sajte e tij te arte e gjeten ate perte I retit. Kjo mega ky I kishte mbigjetuar asaj ke motra e tij nuk e kishte bere. Këberi ate ky nuk kishte arritur të benti, ky e kishte shelenje e perbindesh para drejtesi si në permjet, guksimit dhe vendosmerises e paster. Terbimi ke kishte keni iftoteu shënderuan në zjarë, kale e ndryshoj levizjen në një forme hibride, pjesërisht njeri pjesërisht ujk, forma me e rezikshme kë mund të merte një alfa, I madh me I forte me I shpajte, e levizime shpejtësim binatirore. Duke e kapur thinin nga fiti para se ushkume I vogelta mund të reagonte. Ai e perplasi per toke me forsete mjaftueshme per të thjergurin. Ushku u perpokte zvendosej, por kale e mbajti të mberthjer. Ngadale, me kellim, kale u kthir ne formen një rezore. Njera dore ishte ende e mberthjer rreth fitit të terenit. Dora qeter u zvendos pjeserisht, me kthetrat e shtrira. Leviz prapa, urdheroi kale. Dua këta njeshkete si burre. Ai nuk kishte zgjidhje qeter. Ndryshimin do t'i me ngurrim, me dimbgje. Tanin gje burre I tjerë dhe I pergjakur ishte I mbertjer poshte mbretit të tij. Ajo eshte ati, ta kale, zeri I ta I pershkonte shtu dëshmitari kë shikonte, I teve bringjet. Me legjot e taktejn derin, me vritat e here, të renungull në psheretime, vdekje I shpejte, ndër luftetari, ti nuk meriton ndër, syte e kales shkelkenin nga ari, mer ate ke moren. Pastaj, metodikisht dhe me saktesi të eftohte, kale I ateu bringjet I terenit një nga nje. Per elinën bringjet e parautjen, ata bertiten per miren, se diti, Britma tu intensifikuan per selinen, se treti per jaren, sepse ai vazhdoi të permente të shtate emrat per fshirenisin, qdo bringje e tjerë shokerohej nga emri I nje viktime, qdo kersitje kokenje borgs I shlyr, deren lutaj per gjerohaj kante, turma shikonte në heshte absolute, kjo ishte drajtesi e ashper brutale por e merituar. Kur u tjen shtate bringje, që perputeshin me ate ke kishte shkaktuar tjen, kale e zvendosi doren plotesisht të kthetrat. Ai e shikoj nisen per heret e fundit, pa koken e saj të lete.
Dekjo, ta kale, duke i ngulur tetrat në zemër, ishte për çdo omega kë e bere të ndihej pa fukishem. Si te e terenit u zgjeruan, pastaj u zbrazen. Heshtja mbeti për 3 rrahqe zemre, pastaj dikush në turme filloi të kante, lehtesim, pikelim, qlirim, të gjere u bashkuan. Vitet e ter Afrika dhe tërbimi i shtipur me ne fandolen në shesh. Kalekandroi imbuluar me gjak, duke marre fryme me veshtiresi. A ju rikthje plotësisht në formen njerëzore, dhe luftetaret e ti levizën për para me një kope për ta pastruar, një mantel për ta mbuluar, të qeret hoken trupin e teren, por kale e si drajt e të nisa. A ju shem në gjunjë para saj, kimbreti fukishem alfa duke u gjunjezuar para një omega në dhe. Me vjen ke u vonova shume, ta ajme zë tërter. Per Elenen, per të qeret, po tuajse per ti zëni. Hande gjeti vetën ngjites me gjak de lot, por ti erdhe, mbajte fjalen, e erdhe peret tyre, reti dashmoj diçka këdu te tregohaj per breza, një mbret duke u gjunjezuar para një omega të përbashkët, të ditë tjerë nga i njëti përbindesh, të ditë mbjetuar, të ditë lire, e nus gjua në mendafsh, pelhyre e bytenen gishtat i saj, një dishek me pupla kembeshtes të trupin i saj, rizofet të grumbulluara lat kënder të eftotit të malit. Kjo nuk ishte shpella, kjo nuk ishte kasolgja e gjyshes e sao, a i ju per pok të ulej, timgjaj dhe per toj, ne per brinje, ende të tjera, por tani të lidhura si që duhet. Ajgjrim bante ere bime sheruese dhe lirit e paster. Kete, femje. Mera u shfak prane shtratit, me duar të buta ke drejtonin, nësën per se riposhte, ke pasure të per 3 dite, trupi jit ka nevoje per pushim, ku gjamjuni, tenda personale sheruese e mbretit alfa, mera reguloj gezofet, duke kontroluar fashot e nises. Ai refuzoj të këtë hej ne kriakitet drisate stabilizoheshe, nisa shikoj ngultas, pse du ta bente keti, une nuk gjamaskush. Fytyra e gerjer e mires uzbut, gjë shume me te per sesa e di, gjate diteve në vigjim, nisa mesoj të gjite permasate asaj ke kishte ndodhur. Kale kishte ngritur nje kamp ne ashen vail. Luftetaret e tij kishin arrestuar 3 nga bashkëpunëtorët. Ditari i saj mjekësor ishte marre, nga viladetani ishte provene rastin me te mad të korupcionit ushtarak në dekada. Kur nisa me ne fund unë gje mjaftueshem e forte per të ullur pa agoni, kale erdhi per vizite. A i hiri ne perendim të dilit duke mbajt tur ditarin e saj, librin me kapak lekure ku agjo dokumenton të gjithçka. A i dukej ndryshe pa armature, i veshur me robat e tjeshta, fytyra e tij tregon të lodje nga dite të marjeve ne pjeqe të gjikeve. Ti dokumentove gjithçka ta ai duke u ullur në karigen prane shtratit të saj. Lendime modele deklarata dëshmitare shte maskuara si shenime mjekësore. Pondertoje një qeshtje, nësa shikoj diku që tjerë, per te gjithat të miratke solli. Askush nuk du ta kishte besuar një omega me shume se një general, unë te besoq ti. Kale hapi ditarin, duke treguar faket e mbushura me shkrimin e saq të pastir, dhe provat e tua kane zbuluar një komplot ke shkonte shume per tej, des generalev kë ishin të përfshire në komplotin e tish të grushtit të shtetit. Per shkakun tend, i kapem të gjite, a i ndalui duke studiuar një fakemeski kabimesh. Jo nuk jeshte vetëm prove. Shtej e bukur, ke një mendje të mprehti nisa, një mendje ke utretni rethanate dizajnuara per të zbehurate, peshaj fjalev të taju vendos ambite, a gjo kure nuk e kishte menduar punen e saj si të bukur, vetem e nevojshme, vetem bigjetese. Mera me ta diçka, kale vazhdoj zerin e tishme të butetani, per nenen tende, zëni. Fryme Maria underpre, emri i saj ishtelra, ajo ishte sherbetoria personale e motressime Elena, site e kalem banin hidherim të vjeter, intern vjet me pare. Kur i pari sulmoj Elenen ne kopshtete pallatit, ne na gjoti u hod per para princeshes, moritehun e destinuar per zemrene Elenes. Lotet imbushen syte nisit. Elena imbigjetoj ati sulmi. A i vrapoj per ndihme,
porteren gjeti ate me vone ate nate nepil de perfundoi ate ke kishte filuar, duarte kales ushtrenguan. Nena jote vdikne oborin e palatit duke u gjakosur. Me frejmen e sashte fundit, ajo i berie saute premtonte se do të rriste. Do të mesonte gjithçka që Elena vleresonte, leksimin, sherimin, të menduarit lirisht. Kjo eshte arsyeja pse Esau me mesoi mua, pesh peritinissa. Ajo ponderonte dëshiren I nenes sime, nëna jote I shpetoi jete motres sime një here, dhe ti, site e arte të kales, u takua me të sajen, ti shpetove mbretërine time. Gjate hetimit toni, zbuluam se teren nuk ishte vetem një vrasis. E kishte planifikuar një grusht shteti per vite me radhe. Tig generalin e ekshep, te gjite gati per te me vrare brenda muajit. Si te e zonjes u zgjeruan, letra gjote per shpejtu e afatin kohorte tyre, por edhe I ekspozoi ata, kale u perkul per para, nëse nuk do te me kishe shkruar, do te I shajv de kull. Mbretëria do te kishte renene lufte civile, e gjitha kjo sepse një omega kishte guksimin të kërkonte drejtesi, madhesja e saj imposhti. Mendoj se thjesht po përpikej të bend të vdekshën e saj të rëndësishme. Në vend të ke saj, ajo shkateru një komplot kë e kërcenonte të gjithë mbretërine. Tani ke mundezi të kale toni I të sili të be me formal. Se pari këtë hunë një shenvil me mbrojqit e kompensim mbreteron, jete ne pake duke ditur se je e sigurt, zon gjushe priste duke njere me shume, se diti eja në krije kitet si mjek mbreteron, aftesite e tu e shëruese janete jashteza konshme, kemi nevoje per njerëz si ty. Dy opsioni I trete, kale dukej I pasigurt per heret e pare, se nueshmeria I shkelken të ne fytyre, rime mua, jo si sherues, si ke shiltar. Mbretëria ka nevoje per zera si te tute në fron. Njerëz ke I kuptojne se çfarë do të thote të jesh I pafukishëm dhe të luftosh gjithsesi. Pse do të dogje kete, pjetini sa me kujdës. Unë jam një omega, nuk kam status, as titull, as trajnim në politike apo çështje gjikësore. Ti ke diçka me të rëndësishme, intensiteti I kale ishte I prekshëm. Gurajo, integritet. Ti dokumentove krime kur do te kishte keneme e sigur te heshqe. Shkrove një letër duke e ditur se ndoshta do te vdisje para se dikush ta leksonte. Refuzove te heshtin edhe kur gati te vriste. A I kendroj duke e kur drejt hirjes së tendes. O borri e meshte plot me fisnike kë nuk kane, gjohër kurre veshti resi, kë nuk kane pasur kurre nevoje te luftojne per dignitet themelor. Anta me ke shilojne per ligjet, kë prekin njerëz kë nuk I kane takuar kurre, probleme kë nuk I kane perbaluar kurre. Aju këtje, me duhet dikush kë I kupton ate kë durosh në njerëzit e tjeshte. Dikush kë do të thote të verteten edhe kur ishte I pakenshme. Nisa mendoj per gyshen isloke I kishte rritur me dashuri pavarësisht rrezikut. Per nenen I sajlërake vdik duke mbroshtur një prinseshe. Per Elenen kë enderonte per të drejtat e omegas per para si teren të heshte. Grake kishin luftuar në menyrate tajre. Grake kishin refuzuar të pranonin boten ashtu si qishte, nëse vij të nisan gadale. Nuk po vi si një viktime e shpetuar këtë detyrohet miren gjogje. Shprehja e kalendrishoj. Respekt ndoshta lehtesim. Nuk du të dogja këte. Vaj si dikush me vlere per të ofruar, dikush zeri I të cilit ka rendesi. Ajo e takoj shikimin e ti drejt per drejt si një partnere e barabarte në ndjertimin e diçka e me te mire. Kale I zgjati doren. Dakord. Partnere në ndjertimin, e nje mbretëri me te miri. Nisa I kapi doren. Strengshimi I ta ishte I nëngrote, I forte, I sigurt. Partnere ta ajo. Per here te pareke nga ajo nate në pyll, nisan gjë diçka qeter përveç dhimbjes të frikës. Ajo në gjë kellim. Ajo unë gjë e vlere suar. Ndihej si gruaja ke gjisha isla e kishte rritur ta ishte. Vajza e lerase, trashegim tërgja e guksimshme e ndrave të Elenes. Bigjetueshja e mizorise se theren. Ajo kishte shkruar një letër duke pritur të vdiste. Në vend të ke saj, ajo kishte gjetur një arsi per të jetuar.
Tugjave me vone, Nissa ishte mjaft I forte për te udhëtuar. Udhëtimi për ne krikitet zgjati 5 dite përmes kalimeve malore dhe rrugëve pigjore. Kale hipi prane karose se saj, duke I shpjeguar politikën e oborrit dhe duke e paralajmëruar si çfarë të priste. Ata nuk do të pranojsh në lehte, tha ai gjatë një ndale si pushimi. Një omega në një pozicion pushteti kërcenon gjithka kjo, ata besojnë për rendin natyror. Nissa preku varesën në fytin e saj. Varesja e nënne se saj, të cilen ja kishte denegjishja islav per para se të niseshin për në Shenville. Ajo kishte një ujk dhe një hene, simboli I familjes mbretërore. Elena ja kishte denel ras si durate, duke e shëngjuar atë gjo si sherbetore, por si majke, le te përpiken të me thjejne, ta Nissa, do të zbulogjne se nuk ti hemme, buzekeshja e kales ishte e ashper dhe krenare, kriekiteti ia pushtoj shkisat. Mure masiv guri, gjë qyteti gjere me migjera banore, palati këngrihe mbi tek gjithasi, gjë malmermeride ari, pas një jete në izolimin e ketete një Shenvili, zhurma dhe turmat e benete mertemente. Fisniket ishin bledur per te pare omegen këter hokive men gjen e mbreterve alfa. Peshperigjet e tyre endoken ne per salat e palatit, gjikimi, kurioziteti, per buzjamezi e fshehur. Nissa e mbajti koken lart, me doren mbi varesen e nëne se saj, duke ma reforse nga trashegimia ke mbante. Doma e fronit rane heshtje kur kale e parakiti ate në keshilin e tij. Gjo eshte Nissa e ashinales, vajza e lërase se guksim shme, njoftoj ai zeri I tij u perhap në shtucep. Ajo du të sherbegje si mjeke mbretërore dhe keshiltare per qeshtjet e përbashketa. Një anetari keshilitu ngrit me njëhere, madheria juaj, kjo eshte e papare. Një omega pagjak fisnik për trajnim formal në keverisje. Kështu ndodhi edhe me një general kevro motren tim dhe shtate omegat, ndërsa gjute gjithe shikonit diku qeter. Ndër hirikale toni I tij akif tohte sa te ngrintek gjakun, nese do te kishit bere punen tuaj, Nissa nuk do te kishte pasur nevojët e rezikon të jetën e saj për të ekspozuar një trartar midis nesh, heshtjara si qekit. Një anetar qeter I keshilit, ju drejtua drejt per drejt Nisses, per buzja e tij e dukshme. Me duaj, omega, qfare te kualifikon per këte pozicion? Nissej e vjeter du te kishte belbezuar, du te kishte kerkuar falgje, du te kishte bere vetet e vogel. Ajo Nissa kishte vdekur në një shpelle me bringjet e tjera, gruajja që këndron të ketu ishte farketuar në dimbje dhe mbigjet e se. Unë mbigjetova nga ajo ke du të kishte vrare me shume, ta Nissa me ze të këndru e shem dhe të karte. Kam dokumentuar prova ke rezuan një tratar dhe zbuluan një komplot grushtisht e ti. Dhe e bera të gjitë këte ndërsa, sistemet tuaja dashtuante me mbronin mua ose shtate të gjere kevdiken, sepse askush nuk u interesua aksa të shikonte. Ajo berin gjë hap per para, pjetja nuk eshte se qfare me kualifiko mua. Pjetja eshte se qfare gjus kualifikon të gjitëve gjuke e la të ketete ndod të në mëmbike kyrgjen tuajë. Anetari I keshilit u ull, duke me kortuar. Kale fshehu nje buzekeshje pas dore se tij, muasht ne vidim solen ndryshime ke u perhapen në tek gjitë mbretërine. Ligjete reja dalen nga seankat e punës si Nisses dhe kale derivoni. Omega tani mund të parakisnin ankesa direkt në kuroren mbretërore. Ambika kyrgja ushtarake u be e pavarur dhe transparente. Te denat mjekesori u be në provat e pranueshme në rastet e sulmeve. Nissa udhetoj në fshatra duke trajnuar sheruesit në metodat e duhurat e dokumentimit, në kopshtet e palatit, kale porositin e memorial, të temrat e gdendur në gurtezit e rrethuar nga trenda filat e barde. Elena, Selin dhe Kater të qireke I kishin identifikuar permes hetimit të Niss. Keshtu ke nuk e harrosh me kure koston I shikimit dikut qeter, ta kalene ceremonine I perurimit. Nissa kendrui para memorialit, melotet ke ridnin lirshem, vdekjet e tyre kishin rendesi. Ato ndryshuan boten, sepse ti u sigurove kë ta benin kete, ta kale me ketesi, duke kendruar pranë saj.
Partneriteti i tyre u telluan derisa stinet ndryshonin, respekti evoluoi në mikesi. Mikesia në diçka për te si Lenas gjeri nuk kishte fjale. Ata punuan deri vone deri në të panumerta duke shkirtuar propozime, duke hartuar reforma, duke debatuar për detaje me intensitetin pasionant të dingerezve kujdeseshin shume për t'i bere gjerat si që duhet. Nje nate kalengriti shikimin nga nje dokument. Ti me kushton atë ndonjë here, Elena. I njëti zgjar, i njëti refuzim për të pranuar padrejtësine. Une nuk jam agjo ta nisa me kushdes. Nuk po përpikëm ta zevendesoj. E di si te e arte te kalu, së mbanin të sajat, ti gjë diçka kreshtes ishte gjoqa. Gjo eshte agjo këtë ben të gjashte zakonshëm. Shek muaj pas asaj dite në pil, nisa këndronte në balkonin e palatit me pamgje nga kriekite ti, brinjet e saj ishin sheruar, dukele në shenja ke imbante paturp. Tani vishesh me robata e bukura, veshjen inje ke shiltarim breteror, por ende mbante varesen i nenes se saj studita. Poshta kytetit i përgatitur për mbremgje. Dikune ato rruge, omega teknin me shume lirise sa kishin njohur nebreza. Per shkak të ligjeve koja gjo kishte ndihmuar të shkruheshin, per shkak të një letre ke kishte derguar, duke pritur të vdiste. Gati për tu përbalur me një dhome qeter fisnike skeptike. Zeri i kales erdhi nga pasaj. Ai u kthje duke buzeke shur, le të gjënë skeptike, une kam të vertet në anën time dhe veten tim. Ai levizi per të kendruar pranesaj, ak afersa supet e tyre prekeshin, time ke mua në anën tende. Nisa e shikoj. Kimbret Alfa i fukishem ke ishte gjungjezuar prane trupit të saj të tjerde ishte betuar per drejtesi, i cili e kishte mbajtur fjalen e tij, i cili i kishte dhene asaj gjo vetem shpetim, por edhe partneritet. I shkrova atë letër duke menduar se isha tashme e vdekur, dha e gjo butesisht, duke menduar se nuk do të kishte rendesi. Kishte rendesi. Dora e kelis gjeti të sajen, ti kishe rendesi, ti gjithmone kishe rendesi. Gata këndruanat indërse përendimi idealit pikturoj kelin me nuansa ti artade të kuketen dhe zur. Pastaj se bashku u këthem brenda, barazia në partnere. Dite mbigjetuar këndërtojnë diçka me të mirenga hiri i tragjedise. Ugjkerit kredikur e kishin gjuashtur tani u perkulen ndërsa agjo kalonte në per salat e palatit. Mbretëria po ndryshonte ngadale, por me siguri sepse një Omega refuzoi të heshte, ndërsa një mbret Alfa degjonte, nisa hirin e domen e keshilit me koke lartë dhe zerin gati. E patjeshme, le tre saj dreshtuar mbretit Alfa, gjo vetem ke i kishte shpetuar gjetan, por ndryshoi gjithçka. Dhe faleminderit ke u detuat me në permes historise senis. Nëse gjo histori guksimi, drejtesi dhe transformimi gju preku, gju lutemi pelkeni, abonohuni dhe ndani mendimet tua gja në komente. Nga podek gjoni, cila pjese i udetimit të nis gjuberi me shume për shtipgje, angazhimi gjuaj në ndihmon të zgjellim në gjete histori me të fukishme. Deri herën tjetër, ju uroj të gjeni guksimin tuaj kur ta keni nevoje për ta.